Zyrtarët amerikanë kanë intensifikuar presion mbi Ukrainën për të pranuar një marrëveshje paqeje, duke kërkuar që presidenti Volodymyr Zelensky të vendosë përfundimisht brenda ditëve në vijim. Sekretari i ushtrisë amerikane Dan Driscoll, i cili ka lidhje të ngushta me zëvendës presidentin JD Vance, është emëruar së fundmi në Ukrainë. Zhvilloi një takim me ambasadorët e vendeve anëtare të NATO-s në Kiev të premten vonë pas një telefonate nga shtëpia e bardhë dhe bisedimet e drejtpërdrejta me Zelenskyn. Ai theksoi se asnjë marrëveshje nuk është perfekte, por duhet të bëhet sa më shpejt të jetë e mundur, duke nënvizuar urgjencën e situatës. Atmosfera në dhomë ishte e tensionuar dhe e zymt, me disa diplomatë europianë që u shprehën shqetësime mbi mënyrën se si SBA-ja të kishin zhvilluar negociata me Rusinë, pa informuar më para aleatët e tyre. Marrëveshja propozuar përmban dispozita të konsiderueshme që mund të jenë të papranueshme për Ukrainën, duke përfshirë heqjen dorë nga territoret e pushtuara nga Rusia dhe dorëzimin e territoreve që Kievi ende kontrollon. Drafti parashikon gjithashtu amnisit për të gjithë krimet e luftës së kryera gjatë konfliktit, duke ngjallur shqetësime për ndikimin në drejtësinë dhe moralin e vendit. Përveç këtyre, marrëveshja mund të ketë implikime strategjike të thella për sigurinë rajonale, duke kufizuar ushtrinë ukrainase dhe duke vendosur kufizime të tjera në kapacitetin e saj mbrojtës. Driscoll nuk dha detaje nëse drafti në tryezë korrespondonte me planin për 28 pikash që ishte bërë publik në media, duke lënë hapësirë për sigurimi, përmbajtjen dhe efektet e mundshme të saj. Ndërkohë, udhëheqësit dhe aleatët evropian po shqyrtojnë me kujdes çdo element të marrëveshjes, duke e bërë të qartë se mënyra se si përfundon kjo paqe do të ketë pasoja të mëdha për sovranitetin dhe të ardhmen e Ukrainës.